Përshëndetje dhe mirë se erdhët në përjetimet bashkëpreuna, vendi ku zoni i vërtetës del në shesh e përjetimet bëhen inspirim. Sot kam nderin me ju prezantu Nora Hosejnović, një gru që ka sfidu kufit kulturor, profesional e personal. E guximshme, përkushtume, e fort në besim, Nora ka qenë zonit heshtunave dhe fuqia e tyne që luftojnë për drejtat e tyne. Nora, faleminderit që jeme neve për me nda përjetimet e tua. Mirë sy gjeta, faleminderit për ftesën. Nora, qysh ka ndiku fëmijënia jote në formimin e karakterit tënd? Qysh e ka ndërtu familja jote ndjenjën e identitetit edhe vlerave të ti? Unë jam rrit në një familje tradicionale me role të ndara mes babës dhe nanës, natyrisht. Pra baba ka qenë personi që ka punu jashtë shtëpisë, e ka siguru ekzistencën e dinjitetshme të familjes, natyrisht, i ka dhënë siguri financiare familjes, pos kësaj i ka dhënë familjes siguri emocionale. Babi për mu ka qenë mbështetësi, motivatori, personi që më ka nxit me bo çmos me arrit sukseset si në shkollë, ashtu edhe në disa aktivitete jashtë mësimore. Përsa i përket nanës, nana ka qenë anvise, pra ka qenë grua tradicionale shqiptare, e cila është për kujdes për ngrohtësinë në familje. Pra përveç ambientit të pastër, përgatitjes së ushqimit, është ajo ngrohtësia e cila nuk paguhet me mjete monetare, me të prit nana të shtëpia kur të kthehesh prej shkollës. Sot unë e ndjej pra ndërgjegja mbret, kur e mendoj që fëmia e mi nuk e kanë këtë aspekt të ngrohtësisë, sikur që e kom pas unë prej nanës tem, nga që na jemi prej atyre grave që punojmë edhe në profesionet tona, dhe natyrisht është ajo dinamika e cila nuk ta lejon me e dhanë ose me përçu qatë njëjtën ngrohtësi cilën unë e kom përjetu prej nanës time. Këtë pjesë e kujtoj me ngazëllim shumë të madh, dhe realisht janë aspektet që e kanë frymësu karakterin tim. Unë e përkrahi ndarjen e roleve mes gjinive, posaçërisht në familje, nga që fëmijës si duhet, pra ka disa gjana që i trashëgon prej babës, e që është edhe në literaturën e psikologjisë, si vendoshmëria, ndërsa nga nana e trashëgon më shumë këtë anën emocionale. Pos kësaj, natyrisht nga fëmijëria ime, familja ime, konstrukti familjar në cilin jam rrit, i kanë përçu tek ne fëmijët dhe vlerat bazë, cilat janë të nevojshme që të ndërtohet një karakter i shëndosh. Me saj, natyrisht unë kujtoj periudha apo përjetimet mira pozitive brenda familjes që e kanë ndërtuar empatin time sot. Për shembull, për gjatë fëmijërisë time, gjysherit e mi, gjatë fazave kur ata kanë qenë të sëmurë, prindërit e mi e natyrisht edhe ne fëmijët në atë formën tonë, jemi kujdesur për ta. Pra, kjo pjesë, ky përjetim fëmijëror, ka ndikuar në formësimin e empatisë, cilën unë e kam edhe sot, pra ndjej dhimbje dhe ndjej nevojën për të ndihmuar të vjetrin. Pos kësaj, natyrisht, unë jam rrit në një familje tradicionale shqiptare, duke qenë se jam nga mali i zi, në Maltëzinë atë kohë, më shumë se sa sot, kanë qenë ato fërkimet dhe përpjekjet e komunitetit shqiptar për të ruajtur vlerat dhe identitetin shqiptar. Pos kësaj unë e kam qenë gjenerata e parë e shkollës shqipe në Plab, nga që para vitit 1993, kur unë kam hyrë në klasë të parë, nuk ka ekzistu shkolla shqipe. Kjo do të thotë që babi im nuk e ka pas mundësinë që të shkollohet në gjuhën shqipe, nuk e ka njoftë mirë gjuhën, dhe realisht kur është hap klasa paralelja shqipe, e gjuhës shqipe në shkollën fillore në Plab, masi jom regjistru në shkollë, abetaren, respektivisht gjitha vjershat, prej të vjershat e para, deri te shkronjat, pastaj tregimet cilat janë në abetare, babi im i ka mësu bashkë me mu, nga që ai nuk e ka ditë gjuhën mirë.
Kjo ka qenë natyrisht është e dhimbshme, është emocionuese realisht dhe tash ndjej emocionet e asaj faze. Ëm, dhe kjo realisht është dëshmi për përpjekjet tona, për luftën tonë, për të ruajtur identitetin shqiptar. I kujtoj natyrisht edhe festat kombëtare, 28 nëntorin. Pra ne kemi prit me një ngazllim të madh ditën e flamurit, sepse në atë kohë realisht ka qenë koha e Jugosllavisë, nuk ka qenë edhe lejuar që të shpalosësh flamurin ose ta varësh mbi shtëpi ose në balkon sepse ke mujt shumë lehtë me u burgos për atë pjesë. Domethënë ka qenë vepër penale ajo pjesë, një veprim i tillë. Dhe realisht vetëm në datat e caktume ne e kemi glorifiku dhe jemi kthy tek ajo kujtesa se çfarë rrenjësh kemi dhe kush jemi dhe me sa mund është dashur që t'i ruajmë ato. Pastaj aspekti fetar, natyrisht deri në moshën 10 vjeçare familja ime nuk ka qenë e udhëzuar në fenë islame. Në moshën 10 vjeçare timen, unë vetëm ashtu ka qenë moment, duke biseduar me bashkëmoshatarët e lagjës, kam mësuar se ata kanë filluar që të shkojnë në xhami çdo të shtunë dhe çdo të diele, që të mësojnë për fenë islame, pra të vjojnë mësim besimin. Dhe unë ashtu natyrisht me lejen e prindërve kam fillu me viju mësim besimin në xhami. Pra unë e kam qenë e para që jam udhëzuar si fëmijë. Pas relativisht një viti, babi ka fillu me lexu literaturën fetare dhe ka fillu me fal namazin, pastaj vëllezrit e më vonë edhe nana. Pra këto janë ato sfidat, megjithatë të gjitha këto kanë ndiku thelpsisht në formimin e karakterit. Natyrisht unë e di qysh është me jetu në një familje jo fetare. Natyrisht aty kemi pas sfidat tona si familje, për shkak se babi nuk ka qenë i udhëzuar. Po pas kësaj, domethënë ai ndryshimi i ngrohtësisë familjare, ndryshimi i komunikimit ndërmjet anëtarëve të familjes, natyrisht për të mirë, ka ndodhur menjëherë mas udhëzimit të babit në fenë islame. Pra i kuptoj sfidat e familjeve ose të fëmijëve në ambiente të familjeve të cilat nuk janë të udhëzuara, ku ka sfida, natyrisht probleme të ndryshme, të cilat nuk do doja t'i përmendja sot, po edhe atë anën e mirë, pra ndikimin që feja e bën për të mirë në ngrohtësinë dhe në mbarvajtjen e punëve të familjes. Mund të them që përgjatë fëmijërisë sime, adoleshencës sime, jam rritur në një ambient relativisht të shëndetshëm. Pra ndikimi dhe përkrahja e babit në aspektin që ai ka qenë një burr i cili është tradicional, po edhe fetar pas kohës kur është udhëzu, ai e ka kry rolin i cili pritet prej tij për me kry. Natyrisht, nona jeme asnjëherë nuk e ka pas shqetësimin financiar, domethënë qysh me fitu paren, qysh me ja dal brenda muajit, dhe realisht këto doja të theksoja, është shumë e rëndësi që nëse gruaja e ka këtë shqetësim, pra shqetësimi financiar e shkatron gruan psikoemocionalisht. Gruaja nuk është e krijuar për ta pasur këtë lloj të shqetësimit. Prandaj, në atë aspekt, unë çdo herë babi natyrisht ka vdek, Allahu pas të mëshiru, po dhe sot bëj dua që ka qenë asaj lloj babe, që e ka kriju stabilitetin financiar dhe emocional në familje. Për sa i përket dallimeve mes meje dhe vëllezërve, nga që unë kam qenë e vetmja vajzë dhe kam pas 2 vëllezër pas meje, unë asnjëherë gjatë jetës time nuk kam mujt me vrejt dallimin në trajtim nga prindërit e mi mes meje dhe vëllezërve të mi. Pra kjo ka ndiku jashtëzakonisht shumë në vetbesimin tim. Asnjëherë nuk kujtoj që ata e kam pas mbathjen më të mirë, unë më pak të mirë, ose ushqimin, ose trajtimin, ose dashurinë, se emocionet janë diçka që ndjehet, nuk ka nevojë me vepru, po është diçka që ti e ndjen. Realisht, si fëmijë i parë edhe si femër,
Unë e kom di të kundërtën, e kom di ndoshta atë diskriminimin pozitiv që e themi ne juristët, nga këndvështrimi që babi, posaçërisht babi, po edhe nana, kanë dhënë ma shumë, kanë bo ma shumë mas meje, më kanë motivu ma shumë se sa vllaznit. Edhe babi çdo herë ka përsërit një fjalë. Ka thënë, thojke, rahmet post, që vajza është më rëndësi të shkollohet. Vajza duhet të arsimohet. Djali, nëse nuk arsimohet, ka alternativë, se mundet me bo punë fizike. Ndërsa gruaja nuk mundet me bo punë fizike, rrjedhimisht ajo duhet të shkollohet dhe duhet të jetë e zoja e vetës, që në raste ekstreme, nëse nuk ka mbështetje, cilën ish dasht me pas, atëre e ka shkollën edhe mundet m'ia dal vetë. Pra, unë ato e kujtoj, si trashëgimi prej babit dhe kjo pjesë, kjo mbështetje, kjo lloj mbështetje prej prindëve të mi e posaçërisht prej babit e ka formsu karakterin tim dhe unë jam kjo që jam sot për shkak të prindërve të mi. Nora e përmende edhe shkollën e parë Shqipe n'Plav. Sa ke qenë e vetëdijshme ti, sa janë di krenare për atë luftë që e keni bë për me rujt gjuhën, kulturën edhe identitetin kombëtar? Po besarta natyrisht që ndjenja e krenarisë për përfshirje në një ngjarje të tillë historike, siç është kjo, hapja e shkollës shqipe në Plavë në vitin 93, është e pakontestueshme. Megjithatë, edhe ajo betejë jona për ruajtjen e identitetit shqiptar dhe ruajtjen e gjuhës natyrisht i ka pas edhe sfidat dhe vështirësitë e veta. Çka do të mund të theksoja nga sfidat me cilat jemi ballafaqu kanë qenë kushtet në cilat është zhvillu procesi i mësim-nxënjes. Natyrisht nuk ka pas, na jemi konë brenda shkollës e cila ka pas edhe shumë paralelit të tjera në gjuhën sërbe dhe bosnjake. Megjithatë, paralelit që ne janë vënë në dispozicion kanë qenë vetëm 2, nga që kishte shumë pak nxënës dhe nuk kishte kuadro mjaftueshëm për të na mësuar. Dhe ashtu kemi qenë të kombinuar një pjesë e klasës së parë me të tretën brenda një klase dhe klasa e dytë dhe e katërta brenda një paralele apo klase tjetër. Aty pastaj do të theksoja për kushtimin e mësuesve, sepse ata detyroheshin të ndanin orën mësimore, le të themi 45 minuta, 20 e disa minuta për klasën e parë dhe 20 e disa minuta për klasën e tretë, edhe nga që unë isha në klasën e parë, na mujshim me dëgju se çka po mëson klasa e tretë, sepse ishim brenda të njëjtës paralele, që ndoshta në disa momente ka mujt me ndiku edhe negativisht në shpërqendrimin nga ajo çfarë ishe duke mësu atë ditë në klasën e parë. Po, prap gjitha ato sfida na kanë motivu me vazhdu edhe me gjithnjë duke pas në mendje qëllimin përfundimtar, e që ka qenë rujtja e gjuhës dhe rujtja e identitetit kombëtar shqiptar. Çfarë moshe kishte Nora në atë kohë? Në klasën e parë, natyrisht, vitin 83 isha mosha 7 vjeçe, po mund të theksoj që e kisha një pjekuri më të madhe se sa bashkëmoshataret nga aspekti që i përjetoja edhe sfidat e mësueses, sepse e doja shumë. Në atë kohë mësuesja e parë e jona ka qenë Xhufe Vuçetaj, ajo sot jeton në Amerikë, unë do të dëshiroja ta falenderoja publikisht për kontributin që e ka dhënë në aso kohë, ka qenë shumë e vështirë. Megjithatë, motivimi i saj, përgatitja e saj, butësia e saj, kanë qenë gjitha ato aspektet që na kanë motivuar që të vazhdojmë përkundër mungesës së mjeteve, mungesës së kushteve, nuk i kishim, na vishin me vonesë abetarja, materialet, ndonjëherë 2-3 nxënësa mësonin me një libër derisa vishin donacionet në aspektin e sigurimit të materialeve, po nuk jemi dorëzu, që ajo ka qenë aspekti që nuk jemi dorëzu, dhe pos kësaj natyrisht do të theksoja edhe për krahjen e familjeve, sepse siç e thash edhe më herët, ka pas plot familje që cilve nxënës brenda klasës, prindrit e të cilve nuk e kanë njoft gjuhën shqipe.
Prandaj nuk ka mujt prindin nga që nuk e ka pas njohuri të gjuhës as me t'nimu me detyrat e shtëpis, as në asnjë lloj mënyre. Pra je kanë i mbështetun vetëm në mundësitë e tua, në fuqinë tënde dhe në udhëzimet që ti jep ke mësuesja apo mësuesi aso kohë nga që kanë qenë dy. Unë edhe sot ndihem krenare për atë periudhë të jetës. Natyrisht na e kemi bo historinë, që ajo gjenerata e parë, çdo herë kanë me qenë, domethënë, të gravuar në materialet e historisë që ata emrat e nxënësve të klasës apo të paralelis së parë të shkollës së gjuhës shqipe në Plovë. Sot secili i kanë bo arritjet e veta në profesione të ndryshme. Disa prej tyre janë kthyer për të dhënë kontributin e vet në shoqërinë e Malit të Zi, natyrisht në shoqërinë e Plavës, vendlindjes tonë, po natyrisht ka plot prej tyre që i kom pas në klasë, në atë paralele që sot japin kontributin në Kosovë dhe në Shqipëri. Nora, sa ka qenë prezent presioni politik në përmbajtjen mësimore në atë kohë dhe sa ka ndiku ajo në përmbajtjen që ju keni mësu? Natyrisht presioni politik ka qenë shumë i madh, nga aspekti që ka ekzistuar një plan program i cili është dashur të respektohet për të gjitha komunitetet pa dallim. E aty natyrisht e kemi vrejt ndikimin jo të mirë të atij plan programi të ngurtë tek lënda e historisë, nga që nuk ishte e parashikuar në lëndën e historisë që të mësohet për historinë e shqiptarëve të komunitetit pakicë shqiptar brenda shtetit të Malit të Zi. Prandaj arsimtari jonë i historisë aso kohe u detyrua që fshehtas nga menaxhmenti i shkollës, respektivisht nga organet ekzekutive, të na mësoj për historinë e komunitetit shqiptar në aspektin që neve do duhej të ishim shumë vigjilent dhe të kujdesshëm që ajo informat mos dal jashtë klasës. Pra ne kemi mësu për historinë tonë fshehtas, nga që ndoshta do të paraqiste problem edhe në aspektin e ndonjë vepre penale me cilën do të mund të ngarkohej arsimtari jonë, po të dinin menaxhmenti i shkollës dhe organet ekzekutive se ne po mësojmë për historinë tonë. Prandaj këto janë disa prej sfidave që vërtet duhet shënuar, duhet vlerësuar nga shqiptarët e anëve tjera, trojeve tjera të Shqipërisë etnike, nga që janë përjetime të rënda dhe janë sakrifica shumë të mëdha, domethënë vetmohimi shumë i madh për me ruajt identitetin kombëtar shqiptar. Kur e ke ndjetë lidhjen e parë me fenë islame dhe qysh e ka ndryshu kjo lidhje jetën tënde? A ka qenë kjo marrëdhënie një udhtim i natyrshëm apo ka pas momente që të ka ndryshu krejt perspektivën për jetën? Lidhja ime e parë me fenë islame ka qenë moshën 10 vjeçare. Pra, familja ime, baba, nana, vëllezërit nuk ishin të udhëzuar fare në fenë islame. Derisa unë gjatë një bashkëbisedimi me moshatarët e lagjes, mora vesh që ata po shkojnë në xhami çdo të shtunë dhe të diellit dhe kështu ka qenë ai fillimi im i vijimit të mësim besimit në xhami gjatë vikendeve. Më pas, babi është udhëzu dhe natyrisht kjo ka qenë një kthes shumë e madhe për tërë familjen pas babit, vëllezërit dhe nana. Natyrisht na para këtij momenti na kemi qenë një familje e cila e respekton fenë, pra i feston bajramet. Nuk e ka atë respektin për rregullat e fesë, po nuk i praktikon ato. Po nga ky moment kemi fillu edhe me praktiku. Kjo është me rëndësi natyrisht të potencohet që diku në moshën 13 ose 12 tamen, babi e ka marrë vullnetarisht pozitën e kryetarit të Bashkisë Islame në Plovë, nga që ajo pozitë të na sot e kësaj dite ushtrohet vullnetarisht nga njerëzit që kanë shkatësi menaxheriale dhe që mund ta menaxhojnë një institucion siç është Bashkia Islame, lajmërohen dhe bëhet ajo përzgjedhja e personit cili do ta drejtojë institucionet. Po natyrisht kjo pjesë, pra momenti kur babi është bë kryetari i Bashkisë Islame, natyrisht që unë jam kanë e përfshime në aktivitetet cilat janë organizuar prej xhamive në komunën tonë,
dhe ka qenë ma e fortë pra lidhja jeme me fenë edhe ndikimi i fesë në jetën time. Posaçërisht ajo periudhë ka qenë edhe periudha e adoleshencës dhe ka qenë shumë me rëndësi që unë të ballafaqohem me përmbajtjen dhe me literaturën fetare që të menaxhoj edhe ndryshimet psikoemocionale cilat i ka çdo i ri dhe e re në atë moshë. Pos kësaj, natyrisht kanë ndikuar edhe iniciativat e babit brenda Bashkisë Islame. Derisa në atë kohë shumë pak fëmijë vijonin mësim besimin në xhamitë e Plavës, posaçërisht nga komuniteti i shqiptarëve. Këtu dua të theksoj se shqiptarët në Maltezi janë më pak fetarë se sa çdo shqiptar tjetër në ndonjë vend tjetër në Ballkan. Ndoshta këtu ka ndikuar fakti që ne kemi pas në krizë identitetin kombëtar. Pra fokusi jon ka qenë te rujtja e identitetit kombëtar dhe vetëm kombi, gjuha, flamuri, këto kanë qenë domethënë ato rreziqet më të mëdhaja janë kanos ndaj këtyne, natyrisht edhe përgjigjja jonë ndaj rreziqeve ka qenë e tillë që ne jemi fokusu më shumë në atë pjesë. Derisa për pjesën tjetër, domethënë për pjesën e fetarizmit tek komuniteti shqiptar në Maltezi, edhe sot kësaj dite ekzistojnë sfida. Pra prej te çështja që nuk kemi ndonjë person të kualifikuar që mi udhëheq rritet fetare nëpër xhamia të komunitetit shqiptar po flas, natyrisht edhe tek ndoshta pak edhe tek qëndrimet apo karakteri i rrept i malsorëve, i cili jo lehtë i pranon ndryshimet apo informatat e reja, domethënë që nuk i kanë ditë më herët. Duhet me qenë shumë i përgatitun për me binë një malsor për çka të qoftë e natyrisht edhe për çështjet fetare. Pra, sot e kësaj dite kemi mungesë të kuadrove nëpër xhamit, ka plot xhamia në fshatrat e Plavës dhe të Gucisë, të cilat edhe sot e kësaj dite çelen vetëm për bajrame. Ka pas prej tyne që në kohën kur unë kam qenë në medrese, ka pas xhamia cilat janë kanë të parenovuara, domethënë me dyrë të hapura, e dritare të hapura që kanë mujtë edhe kafshët me hye me dalë prej atyhet. Kjo është një pjesë natyrisht e dhëmshme, një aspekt i dhëmshëm i bashkëqytetarëve të mi, të komunitetit shqiptar. Natyrisht ajo xhami sot është e renovuar, po të paktën është e pastër, është e mbajtur dhe hapet për bajrame. Po në atë kohë, pra po kthehem te ndikimi i babit në Bashkinë Islame, e cili masnej edhe unë jam bë pjesë gjithat aty në aktiviteteve, ka qenë shtimi i numrit të nxënësve në mësim besim nëpër xhamia. Pra 3 xhamiat në komunën e Plavës që ka qenë atëherë, u stërmbushin me fëmijë. Shkaku që babi i përdori edhe mjetet e informimit si radiot, televizionet lokale për t'i ftuar njerëzit që t'i sjellin fëmijët në mësim besim nëpër xhamia. Dhe prej për shembull numrit 4-5 fëmijë brenda një xhamie në një të shtune, ne arritëm numrin prej 150 fëmijëve brenda një xhamie për një të shtune. Pra nuk na vike reni me i thonë duat edhe çështjet që i kishim, domethënë si detyrë shtëpie të dhëna nga imamet e asaj kohe, nuk na vinte reni me i thonë ose me i nga që në atë kohë ka qenë edhe mbamendja e duave të ndryshme dhe aspektet e ndryshme domethënë të fesë, cilat i kemi mësuar prej imamëve tonë, nuk na vinte reni me i tregu se çka kemi pas për detyrë shtëpie për një të shtunë dhe një të diele. Pra ky ka qenë çaj ekspansioni i ndikimit fetar me ardhjen e babit tim në Bashkinë Islame, natyrisht përfshirja ime si vajza e tij dhe ashtu me atë krenarin që babi është iniciatori gjithë kësaj begatie që po ndodh në vendlindje. Pos kësaj, natyrisht m'duhet me përmend edhe një xhami e cila është xhamia e fundit e ndërtuar nga Perandoria Osmane në Ballkan, në vitin 1907 është xhamia Sultania në Plovë. Ajo është xhamia e fundit e ndërtuar nga Perandoria Osmane, përpara domethënë tërhiqjes së tyre nga trojet tona. Dhe ajo xhami pastaj pas 20 vitesh në 1927 është uzurpuar nga autoritetet jugoslave dhe është shndruar në burg.
Ndërsa ndikimi i babit e që natyrisht ka ndikuar edhe në formësimin e karakterit tim për nevojen dhe përgjegjësinë që kemi për të përhapur fen, për davetin, edhe për të ndikuar për të bë punë të mira në shoqëri. Natyrisht, është ndikimi i babit që ai objekt të rikthehet si vakëf në posedim të Bashkisë Islame. Nga që babi im ishte avokat me profesion, ishte jurist, pra, edhe pozitën që e mori vullnetare brenda Bashkisë Islame, ai ju drejtua me shkresa të shumta autoriteteve të Malit të Zi në vitin 2000 dhe arriti ta rikthej atë xhami, atë objekt në si vakf në posedim të Bashkisë Islame. Pastaj ajo xhami është rindërtuar dhe është hap për adhurim në vitin 2005 dhe unë kam qenë një prej atyre vajzave ku kam recitu, do më thonë, një poezi për fetare, natyrisht me përmbajtje fetare, në rihapjen e asaj xhamie. Pra, këto janë disa përvoja nga fëmijëria ime, natyrisht të ndikuara nga prindërit e mi, nga forma se qysh ata e kanë paraqit modelin për mu. Nëse si kisha pa ato modelin, ndoshta nuk i kisha pas të ngulitura në karakter as sot. Po fati që i kom pa, edhe i kom pas model, posaçërisht ndikimin e babit që e ka bë në shoqëri, dhe në fetarizimin e një shoqërie e cila relativisht e kishte harruar fen, pra ka ndikuar edhe sot në ato botkuptimet e mia se ne kemi përgjegjësi ndaj komunitetit. Pra nuk është vetëm unë dhe vetja ime qysh unë me mrini sukses, po është edhe qysh une moj me ndiku diçka që komuniteti të shkoj përpara. Nora, ti ke qenë zonëse edhe medrese. Qysh ka qenë për ty që ky përjetimi ka livit prej plavës në medrese edhe me çfarë sfidash je përballë kulturore qofshin ato apo sfidat e tjera të përshtatshmërisë me shoqet e klasës apo me njerëzit në Kosovë? Po e vërtet, nga viti 2001 unë kam ardhë për të vijuar mësimet në medresin e Mesme Laudin, natyrisht isha gjenerata e 5 aso kohë e medreses. Jam ballafaquar me disa prej sfidave, natyrisht sfidat të përshtatshmërisë për shkak të ndryshimit të vendit, ndryshimet kulturore, dialekti i gjuhës, e kisha një përshtypje që nuk pi kuptoj shoqet çka po më thonë. Dhe jam munduar natyrisht edhe me ndihmën e disa prej profesorëve, edhe disa nga shoqet e klasës, i kam të i kaluar ato ndoshta tek në vitin e dytë. Çka mund të theksoj është që natyrshmëria ime aso kohe besoj që isha ma shumë e mbyllur si tip. Isha ma shumë tip introverti, ndërsa sot ndonjëherë çuditem me vetveten pse sot jam shndru në ekstrovert. Do me thonë pse sot jam shumë e hapur, jam komunikative, ma shpejt përshtatna, ma shpejt hyn muhabet se sa atëherë. Ndoshta ajo ndjenja që je e huaj, je ndryshe prej të tjerëve, vjen nga një shtet tjetër, ata gjithë janë bashkë aty, ti je vetë, nuk e ki familjen afër, nuk e ki mbështetjen, do me thonë, cilën ti je mësu me jetu edhe me vepru deri në qatë mosh. Natyrisht edhe mosha shumë e re, mosha 15 vjeç, mosha më delikate do të thoja në periudhën e adoleshencës. Të gjitha kanë ndikuar që edhe unë t'i kem disa sfida më të mëdha të përshtatjes në ambientin e shkollës se sa bashkëmoshatarët e mia. Tek në vitin e dytë e kom bo shoqen e ngushtë, që do të thotë një vit të tërë jom di jashtëzakonisht e vetmuar, ani pse klasa i kish mbi 35 nxënëse në medrese. Megjithatë, pos asaj unë kam banuar në ambient familjar, nga që ishte ajo periudha ku kërkonim një banesë me qira që të vendosesha për gjatë procesit të mësimit në medrese. Megjithatë, nga që nuk ishte konvikti, nuk mujtëm me u gjinë një farforme me babin, ishte koha shumë e shkurt dhe një prej profesorëve e propozoi atë ide që dikush nga vajzat e klasës të më marrë në familjen e saj. Dhe realisht edhe ajo ka qenë një periudhë ndërtimit,
në aspektin edhe të karakterit, pastaj natyrisht edhe ballafaqimit me sfida, sepse ishe në një familje të re, të një shteti tjetër, ani pse shqiptare. Pos kësaj, dallimet në shoqëri që do t'i theksoja është shoqëria në Maltezi, pavarësisht a është ajo e komunitetit shqiptar apo e komuniteteve tjera, komunitetit malazez, konsideroj që në aso kohë ka qenë më e hapur. Me ardhë prej shoqërisë më të hapur, ku femna e shpreh mendimin, ku dëgjohet, ku nuk ekzistojnë fort dallime gjinore, në një shoqëri kosovare e cila realisht ishte traumatizuar nga lufta fillimisht. Pastaj një shoqëri pak më e mbyllur, pak më tradicionale, ku femna e shpreh mendimin, po duhet më mënu një 2-3 herë që kur me fol çka me thonë. Natyrisht tash e flas nga duke u ndikuar edhe në familjen ku isha, edhe në ato çka unë kom pa, me ata njerëz me cilët unë jem taku aso kohë, natyrisht kjo ka qenë posaçërisht sfiduese për mua, me i pranu këto dallime kulturore, me i pranu edhe me kuptu dialektin, me fillu edhe une me fol me qatë dialekt, nga që çdo herë theksohej prej shoqeve të mia që qysh po thu qët fjalë, ndonjëherë ndoshta edhe përqeshesha për ndonjë fjalë që e thoja, nga që dallonte edhe vetë dialekti. Po janë të i kalu gjitha ato, kanë qenë periudha të ndërtimit dhe sot i kujtoj me krenari gjitha ato faza cilat më kanë ndërtuar si karakter, po edhe një farë forme kam mësu prej tyne. Qysh ke arrit me ndërtu vetëbesimin kur je përballu me paragjykime, qoftë për shkak mbulesës ose zgjedhjeve tjera personale? A ka pas momente kur e ke ndjetë që duhet me luftu ma shumë se tjerët për mu pranu? Natyrisht se po, posaçërisht pas studimeve, kur jam kthyer në Kosovë, periudha e gjetjes së punësimit. Në atë kohë, natyrisht ka qenë pak sfidë edhe për shkak të shamis, edhe për shkak të përshtatjes së studimeve cilat unë i kom pas në sistemin juridik anglosakson në Malajzi, derisa këtu zbatohej sistemi juridik civil. Pra, përshtatja ime nga një sistem juridik në tjetrin, pastaj edhe përfshirja ime në tregun e punës. Fillimisht angazhimi për disa vitet e para ka qenë në sektorin e shoqërisë civile, pra kemi punuar në projekte të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Kosovë. Këto më kanë ndihmu natyrisht shkatësitë e mia dhe dija ime njohurit e gjuhëve, si gjuha angleze për shkak të studimeve, si edhe gjuha boshnjake ose serbe, nga që prejardhja ime është nga Mali i Zi. Kjo më ka ndihmuar që unë më lehtë të futem në shoqëri civile dhe të punoj për drejtat e minoriteteve në Kosovë. Nuk mund të kujtoj ndonjë rast ku jam përballur drejt për drejt me diskriminimin në vendin e punës. Megjithatë, çështja e ndërtimit të vetëbesimit natyrisht se ka qenë sfidë. Dhe po, e kam ndirë veten se duhet të mundohem më shumë, të jap më shumë prej vetes, për të bindur të tjerët se unë di dhe se unë mundem. Kjo sigurisht është ndikuar nga paragjykimet e shoqërisë ndaj vajzave dhe grave që bartin mbulesën apo shamin e kokës. Kjo është specifike për shoqërinë kosovare, për dallim nga shoqëria Malit të Zi, prej nga unë e kam prejardhjen, ani pse është një shoqëri multietnike ku dominojnë malazezët dhe ku shqiptarët dhe boshnjakët janë pakic. Megjithatë, unë gjatë jetës time, 15 vitet e para të jetës time, që i kam bërë atje, nuk jam ndier natyrisht e paragjykuar sikurse që jam ndier e paragjykuar në shoqërinë kosovare, pasi që kam ardhur në medrese, e që realisht konstrukti i shoqërisë tonë, demografia e shoqërisë tonë është shumicë muslimane. Një shoqëri e cila natyrisht pastaj ndahet në disa që praktikojnë fenë dhe në disa të tjerë që nuk e praktikojnë ose ndoshta edhe e kundërshtojnë praktikimin e saj. Po, unë do të theksoja atë pjesë se unë jam ndier më shumë e paragjykuar në shoqërinë kosovare, sesa në vetë shoqërinë malazeze prej ku e kam prejardhjen. Për sa i përket mënyrës se si e kam ndërtuar vetëbesimin, natyrisht ka qenë sfidë, ka qenë periudhë e ndërtimit të vetvetes, periudhë
e të bindurit të tjerëve se ti mundesh. Po unë çdo herë jam nisur nga fokusi në vlerat e mia. Pra, vlerat e mia kam filluar t'i shoh vetë dhe të ndjehem e vetëdijshme për vlerën time dhe jo të shikoj apo të hulumtoj për vlerën time në sytë të të tjerëve. Kjo ka qenë ajo metodologjia e parë e ndërtimit të vetbesimit. Pra, kur unë jam e vetëdijshme për vlerat e mia, atëherë unë do të kem mundësi, do të kem kapacitet që të përçoj dhe të bind tjetrin se unë vlej dhe se unë mundem të kryj ndonjë punë të caktuar ose të jap çfarëdo lloj kontributi në shoqëri. Kjo ka qenë metodologjia e parë. Pastaj natyrisht çdo sukses e ka ndërtuar më shumë edhe vetbesimin tim, pse se na kur të korrim një sukses, pavarësisht çfarëdo lloj pune ose në çfarëdo lloj plani që kemi për të zbatuar apo për të realizuar, natyrisht na dhe vetveten e bindim se mundemi. E kjo ka shumë rëndësi. Kur ne ndërtojmë vetbesimin mjaftueshëm, atëherë na i kemi dyert e hapura për të dhënë më të mirën nga vetja. Pra qatë ka shty me studiu drejtsin, sa mendon që ligji ka potencial me ndryshu jetën e njerit edhe gjatë rrugtimit kur e ke marrë këtë vendim, sa ka qenë racionali ky vendimi joti, apo ka qenë një thirrje e brendshme në ndihmë ndaj të tjerëve? Po vendimi im për të studiuar drejtsin është më shumë një kombinim mes pasionit dhe arsyes. Aty do të theksoja se unë kam qenë e vetëdijshme për rëndësinë e ligjit, rëndësinë që shoqëria të drejtohet, veprimet e shoqërisë të drejtohen ndaj një sistem i drejtësisë. Ajo është me rëndësi etike për një shtet demokratik, për një shtet ku sundon rendi dhe ligji. Natyrisht në atë kohë unë isha vetëdijshme për vlerën që ka ky profesion në ndërtimin e politikave fillimisht dhe në mbarvajtjen e punëve të një shteti. Po në anën tjetër, ky ishte edhe një pasion im i kahmotshëm. Unë i kujtoj edhe fazat e fëmijërisë ku luanim në oborr, zakonisht babi ka qenë i përfshirë në lojrat tona. Dhe protestat për padrejtësitë në lojë, në oborrin e shtëpisë, i bëja vetëm une. Dhe zakonisht babi më kritikoj dhe ke veç ty po të njihet zane. Prandaj këto do ta theksoja, po ka qenë pasion, po ndoshta. Ka qenë pasion i kahmotshëm, pasion i fëmijërisë, natyrisht edhe gjatë medresesë, edhe gjatë studimeve, kam qenë asi tipi që kom debatu me profesor për drejtat, posaçërisht për drejtat e vajzave dhe grave. Dhe realisht ky pasioni im është zbërthy me studimet e mia në këtë drejtim. Po pos kësaj edhe sot mendoj që një prej arsyeve që më ka shty me studiu juridikun është edhe karakteri empatik. Pra unë ndjej nevojën me ju ndihmu njerëzve cilët i shoh si të pafuqishëm me e prezantu veten ose me i mbrojt drejtat e veta. E ndjej nevojën që me ju ndihmu me çdo kusht, pavarësisht pasojave. Prandaj, edhe gjatë ushtrimit të profesionit, ka disa raste, disa aspekte ose lloje të rasteve, cilat i trajtoj pro bono, pa pagesë. Në mesin e rasteve të tilla, natyrisht ka qenë edhe kauza jonë për mbrojtjen e vajzave dhe grave në mbajtjen e shamisë së kokës në ambientet publike, shkollat publike dhe institucionet publike, pra e drejta e arsimimit dhe e drejta e punës me mbulesë. Dhe pos këtyre rasteve, ekzistojnë edhe rastet e gjetjes së prindërve biologjik për fëmijët e braktisur. Pra ka disa raste, 4 raste, gjithsej 4 raste që i kom trajtu pa pagesë dhe ju kom ndihmu le të themi personave të moshës madhore tashmë, që t'i gjejnë prindrit biologjik për rastet kur ata janë të braktisur që në moshat e vogla, kur kanë qenë bebe ose fëmijë. Dhe rastet e tilla natyrisht më japin një energji jashtëzakonisht të madhe pozitive dhe një motivim shumë të madh për të vazhduar ushtrimin e profesionit pavarësisht sfidave. Unë do të theksoja që avokatia është një treg i ashpër.
është treg jashpër edhe për vetë burrat, cilët janë avokatë, e lere më për gratë. Edhe çdo herë them, çdo herë theksoj që me qenë avokat i suksesshëm në aspektin jo vetëm i suksesshëm në profesion, po ti për me qenë avokat i suksesshëm duhet me pas edhe punë mjaftueshëm, se duhesh mu ekspozu ndaj punës për me mujt mi tregu aftësitë që ke, për me i zgjidh ato çështja, ato konflikte, ato probleme cilat të paraqiten. Pra, e them prap që për me qenë avokat i suksesshëm në Kosovë duhet të jesh burr dhe duhet t'i kesh flokët e bardha, pra duhet të jesh burr i vjetër. Me qenë grua dhe me qenë e re, është sfidë shumë e madhe për me mbjetu në tregun e avokatisë. Megjithatë, mu prap më shtyn që ajo nevoja, empatia, karakteri empatik që thjesht unë mi u ndihmu njerëzve aq sa t'moj, për aq sa ata e kërkojnë ndihmën time, sepse avokati asnjëherë nuk mundet me vepru, le të themi, sipas detyrës zyrtare, ai vetëm me ndërhy pa vullnetin e palës, pra duhet çdo herë me ekzistu një kërkesë, një autorizim që avokati të aktivizohet dhe të ndihmon palën përkatëse në realizimin e të drejtave të cilat i cenohen. Megjithatë, po them prap, unë nisëm nga ajo nevoja për t'i ndihmuar të tjerët dhe çdo herë e kom parasysh që aq sa t'jetë kërkesa nga ana e komunitetit, nga ana e klientelës, unë do t'jem aty për ta që t'ju ndihmoj në realizimin e të drejtave të tyre. Sa ka ndiku shamia në besimin apo mos besimin e profesionalizmit tënd ndaj palëve? Po për sa i përket shamis, unë nuk kam ndonjë rast specifik ku unë jam ndier tejet e paragjykuar nga ana e klientelës ose në ambientet e gjykatës ose të prokurorisë. Megjithatë, është një dozë, ekziston një dozë, na e ndjejmë vetë një dozë të paragjykimit, ose ndoshta një farforme nuk me shikimin e parë, nuk është që ekziston një pritshmëri e madhe nga pala tjetër, qoftë nga gjykata apo nga klientela, se ti ke aftësi për të kryer punën me profesionalizëm dhe për të ndihmuar zgjidhjen e problemit. Megjithatë, me kohë, besoj që kam arritur me kriju një besim edhe një afërsi teje të madhe me klientelin, po edhe me stafin e gjykatës, respektivisht të prokurorisë, nga që duke u treguar i suksesshëm, duke treguar njohuritë e tua, shkallëtësitë e tua, duke u përgatitur, sepse në çdo profesion duhet ekzistojë një kohë ku ti përgatitesh për me vepru të nesërmen në profesionin tonë, në zyrën tonë edhe në vendin tonë të punës. Prandaj me përgatitje adekuate, ne e dëshmojmë se jemi të zoja për mi trajtu me profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim e me ndërgjegje të pastër detyrat dhe lëndet që na vihen përpara. Lutja që e bën më shpesh për veten dhe për tjerë cila është? Çfarë kuptimi ka për ty një lutje edhe çysh ndikon në qetësinë edhe në fuqinë tone të brendshme? Natyrisht, lutja është një aspekt shumë i rëndësishëm i krijimit, pastaj edhe i forcimit mes të lidhjes mes Zotit, Allahut edhe krijesave, pra neve respektivisht. Unë lutjen e konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme për jetën, për karakterin tim, për mbarvajtjen e gjitha çështjeve dhe tejkalimin e sfidave. Pra është shumë me rëndësi që njeriu të jetë i vetëdijshëm për prezencën e Zotit në jetën e tij. Pra ka plot raste ku ne e kemi një farë ndjeshmërie që gjanat po dalin prej kontrollit, po kur e kujtojmë që Allahu ekziston dhe Allahu i ka në dorë, pra aty pastaj e ndjejmë na mbërthen një ndjenjë sigurie se Allahu është nën kontroll, i ka nën kontroll të gjitha ato që po ndodhin edhe ai e din qëllimin final, ndoshta tash neve na duken gjanat që nuk janë mirë, po ndoshta fundi i tyre është i mirë. Edhe ato e kemi edhe si porosi kuranore që ka gjana që nuk janë, neve na duken që s'janë të mira, po realisht fundin e kanë të mirë, po edhe kundërta ka gjana të mira, rrethana të mira, ngjarje të mira, neve na duken mirë, po fundi i tyre nuk është i mirë. Prandaj kjo ndjenja e sigurisë që ta jep lutja
për kujtimi që t'ja bën vetvetes që Zoti din pse po ndodhin gjitha këto që po ndodhin, atëherë kjo ndikon natyrisht edhe në zbutjen e ankthit, zbutjen e stresit, që çdo njeri e përjeton gjatë jetës. Një prej natyrisht edhe prej premtimeve të Zotit në Kur'an është që do t'na sprovoj. Do t'na sprovoj me humbje të pasurisë, me humbje të jetës, me shëndet, po edhe me frikë. Këto dëshiroja t'i theksoj disa aspekte që nuk është e përpunuar dhe e komentuar atë sa duhet nga personat përgjegjës natyrisht. Kjo pjesë se Allahu vetë ka premtuar që do t'na sprovoj me frikë dhe çka do të thotë kjo, pra a hyn këto gjendjet edhe krizat e ndryshme psikoemocionale si depresioni, ankthi, apo këto nuk guxon ti përjetoj një besimtare të tjera. Na e dim shumë mirë edhe shembullin e Jusufit alayhis salam, i cili e ka përjetu një dozë të ankthit natyrisht për humbjen e Jusufit, djalit të tij, derisa u vërbu. Pra aq ka qenë i mërzitur sa që është vërbu, edhe është në literaturën tonë fetare që tek kur e ka marrë këmishën e Jusufit, e cila ka përmbajt djersë të Jusufit, që ju ka kthy shikimi, që tash natyrisht po dalin edhe disa zbulime shkencore që djersa mundet me shëru edhe kataraktin në asi aspektesh, që ndoshta nuk kemi edhe kohë të hymë në to. Prandaj, lutjen e bëj, natyrisht prioritet në lutjen time, fillimisht, pos vetes time janë prindrit e mi, ato e kemi në namaz, që lutemi për prindrit edhe lutemi që ata të kenë të mira në këtë dhe në botën tjetër, ashtu qysh janë kujdes kur ne ishim të vegjël, kjo pjesë është edhe në Kur'an. Po për veten time, natyrisht nganjëherë jam në dilemë. Unë jam e vetëdijshme për dëshirat e mia, çka du edhe çka kam nevojë. Po ndonjëherë them a është ma mirë mu lut për diçka specifike, a është ma mirë me u lut përgjithsisht. Siç është një ajet kuranor, pra lutja e Musait në surën Kasas në ajetin 24, ku thot: Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, unë kam nevojë për çkado që të më japësh ti mua. Pra çkado që të më dërgosh, unë për ton ato gjana të mira unë kam nevojë. Pra nganjëherë ndihem sikur ndihem më rahat mi alon Zotit mi zgjedh të mirat që don me mi dhon mua. Sepse nëse une specifikisht kërkoj diçka, edhe nëse kërkoj një kohë të gjatë, ndoshta Allahu nuk është momenti për me ma plotësu qatë dëshirë. E kam atë frikën që mos po ndikon në dobësimin e besimit tim. Pra, unë du mi alon Zotit, aj le të më çon çka do pi të mirave që mundet më ndërgu. Posa saj edhe një dua që e preferoj tjetrën, është prap duaja Musait në rastet e natyrisht krizave, që i kemi gjithë streset e që na ngushtohet gjoksi. Unë e kam përjetu atë pjesë, qysh gjatë në disa periudhave stresuse, qysh din mu ngushtu gjoksi, dhe kur e kam lexu ose ballafaqimi im ose mësimi im lidhur me ajetin që e ka përmend Musai alayhis salam, ku natyrisht ka qenë moment ngazllimi, moment shlirimi, që po ekzistoj ka një dua qatë specifike ku robi e lut Zotin mi azgjeru gjoksin. Rabbi shrah li sadri, o Zot zgjeroje gjoksin. Edhe në momentet kur njeriu e ndjen qatë ngushtim, kur të thot atë dua edhe beson fuqishëm në fuqinë e Allahut për me bo ndryshimet e tilla tek robi vet, atëherë natyrisht është moment shlirimi, moment zgjerimi i gjoksit, është moment ku ty t'jeket një barë e rand edhe prej gjoksit, po edhe prej shpinës, ndjenja që mund t'i kenë përjetu njerëzit që gjatë fazave të ndryshme të jetës. Natyrisht në momentet me qenë se unë kam profesionin ku duhet të shprehem, duhet t'i mbroj të drejtat e të tjerëve si avokate, është edhe pjesa tjetër e ajetit, përveç zgjerimit të gjoksit, Rabbi shrah li sadri wa yassir li emri, lehtësoje, wahlul uqdatan min lisani, largoje pengesën nga gjuha ime që të kuptohet ajo çfarë jam tu e thonë edhe tu e përçu. Natyrisht puna ime
përmban përgjegjësi si avokate, ku unë duhet të flas për jetën e tjetrit, duhet të flas për fatin e tjetrit, për të drejtat e tjetrit, është doza e madhe e përgjegjësisë, cilën ti e mban bisupe, dhe natyrisht ka momente që mund të ndihesh e pasigurt, mund të ndihesh në stres, se a je tu e bo mirë punën tënde. Pra këto janë disa prej duave që i praktikoj dhe i them edhe gjatë përditshmërisë time në punë. Dhe natyrisht edhe një prej duave që më pëlqen shumë, e që unë çdo herë i synoj ato duat që janë pak ma gjithë përfshirëse, që muj me një trame me mizan dy zogj, është edhe duaja natyrisht prej traditës së Muhamedit alayhis salam, ku ne themi o Zot, ne të lutim për gjithat mirat për cilat të ka lutur Muhamedi alayhis salam dhe kërkojmë streh tek ti nga të gjithat këqijat për cilat ka lutur edhe Muhamedi alayhis salam. Prandaj këto do t'i theksoja, këto janë disa prej duave që do t'i theksoja. Natyrisht mundohem që në ndërveprimin tim me njerëz, takimet e mia me shoqe, me gjenerata ndoshta ma t'reja, sepse është ma lehtë mi ia dhon këshillën gjeneratave ma t'reja na si ma t'vjetra, se sa ndoshta shoqes ashtu se jemi të gjeneratave të njëjta dhe kemi një farë pritshmërie që na i dim gjitha ato gjana mes vete, po për kujtimi bën dobi natyrisht. Mundohem me i motivu njerëzit, nga që siç e dim, Allahu në Kur'an na ka premtuar që pas vështirësisë vjen lehtësimi. E secili prej nesh ka vështirësi në jetë, po duhet me ditë që ajo vështirësi e ka fundin e vet. Çfarë mesazhi ka Nora për gratë muslimane që ndihen të pakuptuar në shoqni? Qysh mendon që gratë mujnë me fuqizu njëra tjetrën edhe me gjetë vendin e tyre në komunitet? Mesazhi im për gratë muslimane është që të besojnë në veten, fillimisht. Të përgatiten, përgatitja, arsimimi, edukimi është jashtëzakonisht i nevojshëm, është ai brumi, ai shtylla e cila pastaj na mundson shkurjen përpara dhe dhënien e kontributit si në familje ashtu edhe në shoqëri. Pas kësaj nuk duhet të motivohemi në asnjë mënyrë. E kemi shembullin më të mirë tek Hatixha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salam, e cila para 1400 viteve ka qenë ndërmarrëse. Pra në atë kohë mund ta paramendojmë se qysh ka qenë domethënë mendimi i shoqërisë lidhur me qatë zanat ose qatë punë cilën ajo e ka ndërmarrë edhe e ka bo para 1400 viteve. Edhe sot kemi shumë pak gra ndërmarrëse. Pra edhe sot gratë përballen me sfida, me paragjykime, se a munden ato ta drejtojnë një biznes dhe të gjenerojnë të ardhura në mënyrë të pavarur. Lere me para 1400 viteve. Ajo është e para. E dyta, në qoftë se gratë muslimane, cilat posaçërisht ato që janë të mbuluara, nuk gjejnë punësim në sektorin publik, nuk duhet prapë të demotivohen. Na e kemi urdhrin kuranor në të cilin edhe shumë ajete kuranore natyrisht, në të cilat Allahu na udhëzon që të merremi me tregtinë, ku thot tregtia është më e mirë se sa kamata. Dhe realisht ne duhet të bazohemi në këto urdhresa dhe këshilla hyjnore, që realisht në qoftë se nuk punësohemi në sektorin publik me profesionin cilin e zotrojmë dhe cilin e kemi studiu, të i drejtohemi natyrisht sektorit privat, e që në sektorin privat nuk ka kush që të nalë me e korë suksesin dhe veç varet se a je zoja dhe a ke motivim, a ke përgatitje për mi arrit qëllimet e përcaktuara. Prandaj shembulli i Hatixhës, si dhe arsimimi jon, pra përgatitja jon profesionale dhe pastaj motivimi që ne prapë edhe në Kur'an jemi udhëzuar që të mos dobësohemi shpirtërisht në asnjë mënyrë, pavarësisht çfarë janë rrethonat, a janë të favorshme apo jo, ne duhet besojmë në fuqinë e Allahut, se ai do t'na përkrah nëse ne sadopak japim një shkëndijë sa do të vogël të mundit për t'i arritur qëllimet dhe për të depërtuar në tregun e punës. Ndërsa, për sa i përket pyetjes së dytë, mesazhi im dhe porosia ime për gratë është se ato fillimisht duhet të rjetizohen. Unë e shoh në ditët e sotme nuk jemi të lidhura njëna me tjetrën mjaftueshëm.
ne kemi shumë çka për të mësuar nga njëra tjetra. Mjafton vetëm një takim, le të themi 2 javor ose 1 mujor, që secila të prezantoj sfidat në sektorin në cilin punon. Kemi vajza dhe gratë cilat punojnë në sistemin e drejtësisë, kemi vajza dhe gratë cilat janë në kuvend, kemi të tjera cilët janë në për institucione ekzekutive shtetërore, kemi të tjera që janë në biznes. Prandaj secila me i shfaq dhe me i shpalos sfidat me cilat ballafaqohet dhe realisht sukseset, ndoshta brenda atij muaji, ato tjera të mësojnë nga çato përvoja. Këtë zakonin e takimeve që realisht në gjuhën arabe e ka një emërtim halaka, na e kemi marrë prej Malajzisë. Gjatë studimeve tona në Malajzi ka qenë një landë opsionale natyrisht, po që të gjitha kanë marrë një herë në javë, gjatë vikendeve ka qenë qaj takimi i një grupi të saktuar të studentëve me i shpalos, do më thonë, përvojat e tyne për lanë të ndryshme gjatë asaj jave dhe natyrisht me bo dhikër, me përmend Zotin edhe me falenderu për të mirat që na i ka dhënë. Pra, kjo ka qenë një moment reflektimi edhe moment falenderimi për begatit që i ke, nga që e dim shumë mirë që edhe në literaturën e psikologjisë një prej metodave të shërimit të gjendjeve të ndryshme psikoemocionale e që realisht studentët ballafaqohen shumë me këto sfida, posaçërisht gjatë studimeve, largësia aty me familjen e të tjera që ndikon në gjitha këto. Një prej metodologjisë së shërimit është falenderimi. Pra, ta marrësh një regjistër dhe ti definosh të gjitha begatit që i ke, shëndeti, familja, siguria, të ardhurat, dashuria e shoqeve edhe familjes e të tjera. Dhe fokusi, kur zhvendoset fokusi, nga ajo pjesë e cila të mungon, në gjitha ato të cilat nuk të mungojnë, ti ke, derisa shumë njerëz tjerë nuk i kanë, atëherë ti nga një person ndoshta sadopak i demotivuar, kalon në një person të motivuar, i cili ka shumë çka për të dhënë nga vetja dhe i cili e jep ndikimin me pozitivitetin që reflekton tek të tjerët. Prandaj, po them prap, këshilla jeme është që të bëhet rjetizimi mes tyre. Forma se qysh na mbështesim njëna tjetrën duhet me u realizu në formën që ne fillimisht të takohemi me njëra tjetrën. Nëse ne nuk takohemi me njëra tjetrën, nuk ka se si të dëpërtojmë tek njëna tjetra për të ndërtuar apo për të motivuar njëna tjetrën. Përveç rjetizimit, cilin e përmenda, është më rëndësi natyrisht ndikimi i gruas në brenda familjes, nëpërmjet edukimit të fëmijëve. Na çdo herë fokusohemi te ajo se si gratë mund të përkrahin gratë, se si gratë mund të mbështesin gratë. Megjithatë, nuk është vetëm kjo pikë e rëndësishme. Është e rëndësishme të edukojmë fëmijët e posaçërisht djemtë që ata të jenë mbështetje për motrat, nanën, gruan dhe vajzën. Pra, përveç mbështetjes ndërgjinore, do më thonë ndërmjet të njëjtës gjini, na kemi nevojë si femra dhe për mbështetjen e burrave. Dhe kjo është e pakontestueshme. Le të themi tregu i punës, po dhe vetë familja, e posaçërisht tregu i punës, është një ambient shumë i rrept për gjendjen psikoemocionale të brisht të femrës. Prandaj ka plot raste, po them, e na i kemi edhe shembuj të vetvetja, përkrahjen që na ka dhënë babai për shembull, qysh ajo e ka ndërtu vetbesimin ton për gjatë rritjes ton prej moshës fëmijërore deri te adoleshenca e deri te koha e martesës, është i pakontestueshëm, është një kontribut të jetë i vlefshëm që ju duhet grave. Pra grave, për me qenë sukseshme, ju duhet edhe përkrahja burrave, respektivisht baballarve, vëllezërve, burrave, bashkëshortëve dhe djemve të tyre. Nora, faleminderit për guximin e ndarjen e tregimit tënd me neve. Ishte një udhtim i pasur me mesazhe të pasuna që prekin shpirtin. Ti je shembull i guximit, durimit edhe përkushtimit për shumë gra e vajza. Faleminderit për juve që ma keni dhënë mundësinë me i shpaloz këto aspekte të jetës sime me shikuesit. Faleminderit shumë dhe suksese tutje. Dashur shikues, ju ftoj me na ndjek edhe në epizodet e tjera